Për 24 vite kemi prit këtë moment. Ne hap edicionin e 24 dhe jam shumë mirënjohës gjithë atyre bizneseve që janë prezent. Expokos është një platformë që bashkon biznese shumë të suksesshme pra kësaj radhe nga Kosova, nga Austria, nga Gjermania, nga Franca, Shqipëria, Greqia, Maqedonia, Veriut dhe vende tjera, të cilat këto biznese synojnë rritje për bashkëpunim, më shumë për prezantim të rëndësive teknologjike dhe për të prezantuar zhvillimet më të fundit në industrisë dhe aktorë tjerë që janë për të sjellur më shumë përvoja të tyre për të fuqizuar industrinë dhe që kanë ndikim të jashtëzakonshëm në zhvillimin ekonomik, social dhe mjedisor në vend, në rajon dhe me gjerë. Sa po hyra te Tera sot, unë shoh që këtu ka një përgjegjësi të madhe për të ekspozuar më së miri gjithçka që ka të bëjë në këtë ndërmarrje të jashtëzakonshme që bëjnë bizneset këtu në Kosovë. Në këtë panajir presim që të njihemi më tepër me dy brendet tona në tregun kosovar. Me panajir kemi orë se është panajiri më i madh që organizohet që 24 vite, e kemi po një mundësi të madhe për me bë kontakte të reja, me që edhe jemi kompani në rritje. Për këtij panajiri presim që kemi me njoft me klientë të ri, kemi me pas kërkesa të reja në Kosovë, ndoshta edhe në rajon. Për këtij panajiri presim për post të pajtoni grup të ndërtoj një emër edhe në Prishtinë dhe në Kosovë, të shqiptarët e Kosovës, po ashtu presim edhe të gjithë ato që duan të investojnë në pjesën e jugut të Shqipërisë, pra në perlat shqiptare, patjetër që janë të mirëpritur. Është hera parë që marrim pjesë në këtë panajir të Kosovës, edhe po, kem pas shumë kontakte sot me pjesën që në na kanë vizituar, po edhe me pjesë tjera të njerëzve që prezantojnë produkte të ndryshme në panajir. Zakonisht panajiret vizitohen edhe nga klient nga Shqipëria edhe Maqedonia, dhe është mundësi e mirë për vendosjen e kontaktit. Konsiderojmë që kjo është një mundësi shumë e mirë të takojmë biznese. Ne vetëm për një kohë të shkurtër tashmë kemi takuar disa biznese dhe kemi krijuar kontakte, që kanë të interesuar të bashkëpunojnë me ne, të bashkohen unionit. Panajiri e ka atë energjinë e veçantë dhe e vlen çdo herë me qenë prezent dhe me kom pjesë e lëvizjeve të njerëzve edhe me u ofru njerëzve informatat edhe çka do që ata kanë nevojë rreth kësaj që kanë ofruar.